Shqiptarët jo vetëm po largohen përmes emigrimit, por po e braktisin përfundimisht vendin. Për një pasaportë europiane apo australiane, gati 900 persona u qëndruan nga shtetësia shqiptare vitin e kaluar. Në krahasim me vitin 2023, numri atyre që ikin pa kthim u rrit me 52 raste, ose 6.1%. Rafael Todhe, jurist në Gjermani, shprehet, të paktën janë shtete të cilat e lejojnë 2 nënshtetësinë. Normalisht shteti i cili të pret pretendon që të lini shtetësinë tuaj e të përfitoni atë të vendit ku jetoni. Marrja e nënshtetësisë është një procedurë e zgjatur dhe personat e kualifikuar kanë përparësi. Kjo mund të shkojë si proces deri në 7-8 vite. Për herë më shumë shqiptarët po heqin dorë nga pasaporta e vendit të lindjes për të marrë atë të një shteti që u ofron më shumë, së paku në një drejtim atë të anës financiare. Të dhënat nga Ministria e Brendshme tregojnë se në dekadën e fundit janë mbi 6.600 shqiptarë që kanë hequr dorë nga pasaporta shqiptare. Shumë vende të Bashkimit Evropian nuk e lejojnë 2 shtetësinë, ndërto Gjermania, Austria, Olanda, Spanja nuk e lejojnë. Shtete ku flukset e emigrimit të shqiptarëve janë më të mëdha, thekson Todhe. Eldisa Cirogu, studiuese e emigracionit, shpjegon se pjesa më e madhe që i shtyn janë 3 indikatorë. Fillimisht është puna më e mirë, arsimi më i mirë dhe shëndetësia më e mirë. Nuk përfitojnë nga shumë përparësi që shtetet japin. Nëse e marrin atë, janë shtetas europian dhe përfitojnë së pari lëvizjen e lirë, ndryshimin e vendbanimit, shpreh ajo. Sipas të dhënave të Instat, rreth 52% të larguarve nga vendi janë të rinj të grup moshës 15 deri në 35 vjeç. Përveç tkurrjes ekonomike, forca e madhe e punës largohet. Nga ana tjetër, ne perceptojmë një tkurrje demografike, plakje më të shpejtë të popullsisë tonë, tha Cirogu. Sipas të dhënave nga Eurostat, më shumë se 520.000 qytetarë shqiptar kanë marrë në 20 vitet e fundit shtetësinë e njërit nga vendet e Bashkimit Evropian.